Produktet serbe vazhdojnë të jenë të pranishme në tregun vendor, çka po shkakton shqetësim në mesin e qytetarëve. Shumë prej tyre kërkojnë kontroll më të rreptë dhe kujdes më të madh ndaj produkteve që hyjnë në tregun tonë, duke theksuar domosdoshmërinë e rritjes së vetdijes për përdorimin e produkteve vendore dhe mbështetjen e prodhimit kombëtar. Sipas tyre, kjo jo vetëm që forcon ekonominë e vendit, por edhe ul varësinë nga tregjet e jashtme. Për këtë arsye, qytetarët apelojnë që institucionet të shtojnë monitorim dhe inspektimet e rregullta në mënyrë që produktet shqiptare të kenë përparësi në marketet vendore dhe të garantohet një treg më i drejtë për konsumatorin. Ndryshe nga viti i kaluar kur kishte paralajmërime të vazhdueshme për bojkot dhe madje edhe protesta kundër importit të produkteve serbe, këtë vit nuk është shënuar asnjë nismë e tillë. Përveç kujdesit individual të qytetarëve, nuk ka pasur thirrje publike për bojkot apo organizime protestash. Ndërkohë, në markete vazhdojnë të ketë produkte serbe të ekspozuara, për të cilat disa qytetarë prapa kamerave thanë se është shumë e turpshme, pasi në asnjë market nuk do duhej të kishte produkte të tilla.